Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë me përmbledhjen e ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov. Në 26 vjetorin e çlirimit të Kosovës, kryeministri Kurti me bashkëpunëtor ka vendosur kurora me lule në varrin e ish-presidentit Ibrahim Rugova dhe veprimtarit të çështjes kombëtare Adem Demaçit. Kurti gjithashtu në ditën e çlirimit të Kosovës ka vizituar edhe kompleksin memorial Adem Jashari në Prekas. Kosova sot, më 12 qershor, shënon 26 vjetorin, ditën e çlirimit. Në shënim të ditës së çlirimit të Kosovës, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka vendosur lule pranë varrit të ish-presidentit historik Ibrahim Rugova dhe veprimtarit të çështjes kombëtare Adem Demaçi. Kryeministri në detyrë Albin Kurti Rugovën e cilësoi si kontribues të madh për unitetin e popullit dhe çështjen kombëtare. Me rastin e 26 vjetorit të çlirimit të Kosovës, ditës kur filloi paqja në vendin tonë e për popullin tonë, duke vënë lulet e freskëta te varri i presidentit historik Ibrahim Rugova, një kontribues i madh për unitetin e popullit dhe për ndërkombëtarizimin e Kosovës dhe çështjes kombëtare në përgjithësi. Ndërkaq Adem Demaçin e vlerësoi si një simbol të rezistencës son dhe veprimtar të paepur i cili nuk u kursye asnjëherë për vendin ton. Dita e çlirimit 12 qershori është dhe si një thyerje e një burgu të madh që quhej Kosovë, sepse u çlirua populli dhe po tërhiqeshin të gjitha forcat e armatosura policore e ushtarake të Serbisë. Andaj sot në ditën e çlirimit të paqes lule të freskëta edhe te varri i Bashsadem si simbol i rezistencës tonë dhe gjithashtu si një veprimtar i paepur i cili nuk u kursye asnjëherë dhe dha gjithçka për më të mirën e më të mbarën e vendit tonë e të popullit tonë. Nga aty Kurti vijoi me vizitë në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz dhe në varret e komandantit dhe gjithë familjes Jashari për të kujtuar sakrificën e tyre dhe jetën që dhanë për të gëzuar sot lirinë që kemi. Në vazhdim në aktiviteteve dhe misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë KFOR-i ka shënuar 26 vjetorin e themelimit me një ceremoni të mbajtur në shtabin e KFOR-it. Më 12 qershor 1999, pas 78 ditë bombardimesh, trupat e NATO-s hynë në Kosovë, në misionin paqëruajtës që do të quhej KFOR, për t'i dhënë fund luftës gati 2 vjeçare midis popullsisë kryengritëse shqiptare, të organizuar në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe forcave okupuese ushtarake dhe policore serbo-malazeze. Dita e çlirimit u shënua edhe në Gjakov të premten e 14 qershorit, me humazh nderimi, kryetari i komunës Ardian Xhini, përfaqësues të organizatave të dala nga lufta dhe bashkëpunëtor të tjerë të politikës lokale, ndëruan sakrificën e të rënëve të lapidarit Shokët e Lirisë. Në shënim të ditës së çlirimit të Gjakovës, kryetari i komunës Ardian Xhini me bashkëpunëtor, përfaqësues nga organizata e veteranëve të luftës, të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ish luftëtar, bën homazhe pranë lapidarit Shokët e Lirisë. Kryetari i komunës Ardian Xhini u shpreh se 14 qershori përkon me një ndër ditët më të shënuara të popullit shqiptar, ku kujtohen momentet e vitit 1999, duke kujtuar e respektuar të rënët për liri dhe duke falenderuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n që qëndruan pranë në kohën e luftës. Është një ndër ditë më të shënuar të popullit shqiptar. Për Gjakovën dhe për gjithë Kosovën, këto janë 2 ose 3 ditë që shënojnë momentet e vitit 1999 në cilat kanë ndryer epokat. Gjithçka për gjeneratat tona matet para dhe pas ditës së çlirimit. Sot ju bëjmë respekt gjithë rënëve për liri, homazh patjetër, po edhe një respekt jashtëzakonshëm për gjithë ato vajza dhe djem që e kanë ka pushkën për liri, për shkak se secili prej tyre ka mujt me qenë mes dëshmorëve. Në të njëjtën kohë pa harru asnjëherë, e japim respektin edhe admirimin për miqtë tonë, cilët e kanë bërë mundun që na me festu këtë ditë bashkë me djemtë dhe vajzat tona, me ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe me gjithë popullin e Kosovës, po flas për Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe NATO-n. Pa intervenimin e tyre lufta jonë kishte më qenë shumë më e gjatë, shumë më e përgjakshme, shumë më e dhëmshme. Kështu që respekt edhe nderim për gjithë ata që kanë bëu që ne sot me festu të lirë.
Homazhe pranë lapidarit Shokët e Lirisë bën edhe përfaqësues nga Partia Demokratike e Kosovës Dega në Gjakov. Përvjetori i çlirimit të Gjakovës u shoqërua edhe në një prurje të re. Kreatori Fatmir Varaku përmes inteligjencës artificiale e solli të ripërpunuar këngët Yjet e Gjakovës. Realizatori i këtij projekti përmes një lidhje virtuale i tha mediumit ton se së shpejti planifikon ta realizojë edhe një projekt me dëshmorë të tjerë të Gjakovës. Kreatori Fatmir Varaku dje ka shfaqur videon të cilën e ka krijuar përmes inteligjencës artificiale, ku përmes kësaj teknologjie pasqyron imazhe të dëshmorëve të kombit, Përmet Vula, Ilir Soba, Yll Morina dhe Elton Zherka, që janë përfshirë në tekstin e këngës së Ilir Shaqirit Yjet e Gjakovës. Varaku thotë se është ndjeri i lumtur për impaktin që pati projekti qysh në orët e para. Punina shumë mirë, sidomos sot, se deri me dje para se mi publiku videon, e kum pas dhe unë një frikë rreth pëlqimit videos, rreth paraqitjes, sa kom ju pëlqy njerëzve paraqitja e djemve të Gjakovës, a ku mujt mi pro original ajo, po komentet janë shumë të mira, do më thonë deri tash, edhe se cili koment dyqysh edhe po motivon edhe ma shumë për punë vazhdim me bu. Varaku gjithashtu tha se këtë video ka realizuar në shënim të përvjetorit të çlirimit të Gjakovës për të gjithë luftarët, dëshmorët dhe banorët e këtij vendi. Këtë video e kum punu për ditën e çlirimit të Gjakovës. Unë nuk kisha më thonë ma shumë, veç se krejt Gjakovës më harru ditën e çlirimit. Inshallah veç ditë mira kemi. Për m'ja jap një emocion edhe ma të madh dhe një shpirt e videos, kum vendos mi shtidhe tifos kuqezinit e Gjakovës. Tonë kam prit mirë dhe ka pëlqyer dhe kjo pjesë. Edhe fillimi është emocionues kur tonë një zërje knojnë kongën. Producenti i videos Varaku tha se ai pret që së shpejti të bëjë një video tjetër me inteligjencë artificiale ku planifikon të përfshijë edhe dëshmorë të tjerë. Dëshira jeme është nëse kisha pas mundësi mi pru edhe djemë tjerë që kanë luftu, kanë vdekë për liri, po është një punë begje e madhe, po unë nëse shoh që ka mundësi, pse jo, pse mos mi pru edhe tjerë, se ka edhe plot djemë tjerë që kanë luftu dhe kanë vdekë për liri. Kosova e lirë. Fatmir Varaku përveç videos për dëshmorët nga Gjakova ka bërë edhe krijime tjera, njëra prej tyre është edhe ajo për komandantin legjendar Adem Jashari. Antarët e Këshillit Komunal për Sigurinë në Bashkësi kanë mbajtur mbledhjen e tyre të rregullt gjatë kësaj jave. Ata kanë diskutuar për sigurinë në komunën e Gjakovës, duke vënë theksin edhe te siguria e nxënësve në shkolla. Është mbajtur sot mbledhja radhe së Këshillit Komunal për Sigurinë në Bashkësi. Rendi planifikuar i ditës për mbledhjen e sotme u zbatua sipas planit, duke raportuar secili përfaqësues nga divizionet e ndryshme sa i përket sigurisë në komunën e Gjakovës. Fillimisht për sigurinë raportoi zëvendës komandanti kapiten Ram Bekaj, i cili në një paralele të ngritur me vitin e kaluar, tha se stacioni policor në Gjakov ka ngritje në disa prej veprave penale, krahasuar me 5 mujorshin e fundit të vitit të kaluar. Qëse vepra penale, këtë 5 mujorsh janë 599, kurse vitin 2024 570, do të thotë të kemë 3% ngritje. Gjithsej incidente, këtë vit 225, kurse vitin e kalum 169, 33% ngritje. Totali i rastëv, vë thonë që janë inicu në stacion, janë 799, kurse 745 kanë qenë 5 mujorshin e vitit kalum. 7% kemë ngritje. Ndërsa për mbarvajtjen e procesit mësimor foli drejtoresha e arsimit Eranda Kumnova Baçi, e cila potencoi nivelin e mirë të sigurisë në shkollat e komunës.
Çështja e sigurisë në shkolla këtë vit ka qenë në nivel sipas raporteve të drejtorëve të shkollave. Ka funksionuar ndalimi i telefonave në të gjitha shkollat, raste të dhunës kanë qenë në rënje dhe nga të gjitha rastet i kemi veç 2 të cilat janë raportuar në polici. Bashkëpunimi me Policinë e Kosovës është i shpeshtë për secilin rast që ka ndodhur dhe njëkohësisht edhe me qendrën për punë sociale me të cilën i trajtojmë rastet të caktuara. E sa përket përgatitjeve për mbarvajtjen verore të rrugëve nga Drejtoria për Shërbime Publike, u raportua se për këtë proces është lidhur kontratë me KRM Qabrati. Në këtë kontratë të planifikimit për mirëmbajtjen, e kemi edhe mirëmbajtjen e gjelbërimit, mbjelljen e drojve, ujitjen e drojve, krahasitjen e drojve. Si dhe kemi sistemin, na kemi investuar edhe një pjesë që post që ka për ujitjen e drojve, ne kemi investuar si vetë edhe në parkun e madh, sistemin e ujitjes, si dhe në rrugën UÇK kemi sistemin e ujitjes pik-pik. Sipas mesh është të funksionuar shumë mirë, besoj që edhe në disa të tjera jemi planifikuar që edhe rrugën Bujar Roka që së shpejti ta bëjmë sistemin e ujitjes pik-pik. Nga aty u tha se adresimi me kohë problematikave dhe sfidave që përballen pothuajse çdo ditë qytetarët është një nga qëllimet që të arrihet një ambient sa më i sigurt për të gjithë. Mbeturinat dhe derdhja kanalizimit në lumin Trakaniç po vazhdojnë të jenë shqetësim për banorët e rrugëve dëshmore të Cërmjanit dhe Muhamet Ukshini. Njëri nga banorët e kësaj zone thotë se papastërtia e lumit, sidomos gjatë ditëve me diell, ju sjell të lashë të vazhdueshme në ambientet ku jetojnë. Përveç mbeturinave të shumta në lumin Trakaniç, njohur ndryshe edhe si lumi Lukac, që kalon përmes lagjes së tyre, banorët e rrugëve Muhamet Ukshini e dëshmorët e Cërmjanit përballen me erë të rëndë dhe rrezik të vazhdueshëm për shëndetin publik, por problemet nuk ndalen këtu, ata vuajnë edhe nga kanalizimet, një nga banorët tregon hallin e tij. Është e vërtet, në derdhet lumi Lukac, për pikë 10 vjet të poshtë na myti era, na myti ploni, rruga katastrofë peshin edhe vetë. A i tregon se ka disa ndërhyrje, por jo të mjaftueshme. Jo, ndo kanalizime, si kanë qitë, kësi kanë punu bolë, peshin edhe vetë copat betonit, bërla katastrofë vëllaj. Lidhur me kërkesën e Lartcekun, ne kemi telefonuar drejtorin për shërbime publike pranë komunës së Gjakovës, Nikol Leshi, por deri në transmetimin e kronikës, i njëjti nuk ka qenë i qasshëm. Gjatë kësaj jave, bizneset në Kosovë kanë protestuar. Në protestën në së mërkurës, bizneset edhe njëherë kanë shprehur shqetësimin e tyre për vendimin e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike. Ata kanë kërkuar që vendimet të anulohen për një vit, në të kundërtën bizneset do të kenë shumë probleme në qëndrueshmërinë financiare. Me anë të protestës sot për herë të dytë, përfaqësues të bizneseve shprehen pakënaqësinë e tyre ndaj vendimit të ZRE-s për dalje në tregun e lirë. Vendim ky hyrë në fuqi që nga 1 qershori. Kryetari i Odës Ekonomike Lulzim Rafuna e konfirmoi se bizneset nuk janë kundër daljes në tregun e lirë, por kërkojnë fazë të tranzicionit. Ne të gjithë e kemi një kërkesë të vetëm. Na japni një fazë të tranzicionit, përgatitni tregun, më pas edhe një paketë e cilën e kanë pas gjitha vendet e rajonit të Evropës, po dhe më gjërë që i kanë ndihmu biznesit që mos me vrejt asë një efekt negativ, mos me ndiku në ullje ose në mbyllje të biznesit dhe mos me ndiku në ullje në standartit qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne nuk jem fajtor që së pari nuk është përgatit tregu, nuk kem konkurencë, kemi monopol. Dalja në treg të lirë nuk është asnjë biznes kundër daljes në tregun e lirë. Duhet ta dinë të gjithë, e përsëris, asnjë biznes nuk është në kundër daljes në tregun e lirë. Dojmë treg të lirë, dojmë të kem konkurencë, dojmë dalim në treg të lirë me vullnetin ton, jo në mënyrë të lëndshme. Skënder Krasniqi nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë tha se një shumë prej 30 milion eurosh është dhënë nga BE për të dalë në hapa më të ngadalshëm në treg të lirë dhe jo në monopol. 30 milionera dhe BE ka thonë që me dalë në tranzicion kadal në treg të lirë, jo me në monopol. Nuk pëtoj ma shumë. Për 4 vjetë, importi është rritë
800% më shumë se eksporti i Kosovës. Qoftë se vazhdon kjo, importi do të rritet 8000% dhe ne do të mbetemi rrugëve. Nga shoqata e prodhuesve Kushtrim Ajvazi kërkoi reagim nga qeveria në detyrë dhe nga ZRE-ja për tranzicion. Nga dita e parë kërkesa jonë ka qenë nuk kërkojmë lëmosh, kërkojmë tranzicion. Nuk ka tranzicion kur s'ka konkurencë në tregun e lirë. Ju lutem shumë, mos na i detyroni të rrisim çmimit. Respektojeni ligjin. Energjia është për zhvillim, jo për shkatrim të biznesit prodhues. Shumë ka përfaqësues të bizneseve të cilët në duar mbanin mbishkrimet, mos na ndalni prodhimin, liberalizimi i shpejtë i rrymës, monopol, jo konkurrencë, e shumë të tjera thanë se do të ketë protesta deri në momentin që do të ndërmirret diçka konkrete. Gratë e verbra nga shoqata Gjakova u bën pjesë e panairit të Duart e Arta. Ato ekspozuan 10 produkte të punuara nga vetë gratë e verbra, si një mundësi e mirë për të promovuar punën e tyre dhe fuqizimin e grave në shoqëri. Në fajën e Pallatit të Kulturës në Gjakovë është hapur sot panairi Duart e Arta, ku u ekspozuan punimet unike pundore të punuara me mjeshtri nga gratë e verbra. Kryetarja e Forumit të Grave të Verbërve, Nazmie Koshi Abazaga, tha se këto punime artizanale janë bërë me dashuri dhe për kushtim. I kemi ekspozuar punën e dorës, Duart e Arta të antarëve tona. Në këtë panair kanë marrë pjesë, kanë punuar diku 12 antare të vullnetshme, të mira, me duart të tyre të arta, ku i kanë thurë të gjitha këto punime të dorës. E kryetari i shoqatës të verbërve në Gjakovë, Mark Pietraj, adresoi disa kritika. Nuk ka mbështetje për qytetarët e verbër të Gjakovës. Ky është viti 4 që shoqata e organizon panairin. Është viti që kreu i komunës, kryetari i komunës nuk gjen kohë më konë prezent. Shifni cila është mbështetja institucionale, mbështetja lokale qeverisë të Gjakovës. Vetëm 20 metra distancë, as shumë, as më pak, as më shumë. Nuk e shet të arsyeshme kryetari i komunës Gjakovës me ardhë e mjanshu një sy këtyre krijime të jashtëzakonshme, të cilat janë të ekspozuara në panairin Duart e Arta. Panairin e përshëndeti Halil Kurmehaj, këshilltari i zëvendës kryeministrit në detyrë Besnik Beslimi. Duam ju përgëzu të gjithëve për miratimin e rregullorës për funksionimin e Komisionit Mediko-Social, i cila për herë të parë do të zhduk rivlerësimin, përkatësisht vlerësimin e personave të verbër të cilët nuk e dallojnë dritën nga errësira. Së dyti, kam knatësinë t'ju njoftoj se plotësim ndryshimi i ligjit për zyrtarët publik, që ishte subjekt me të drejtë në gjykatën kushtetuese, tani ka hyrë përkatësisht është publikuar në gazetën zyrtare me datën 2 të këtij muaji dhe është mundësu aty ku ka mundësi që personat e verbër, përkatësisht personat me aftësi të kufizuara që punojnë në administratën shtetërore të punojnë edhe nga distanca. E dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale në Universitetin Femi Agani tha se të verbërit në këtë institucion kanë hapësira për punë. Ne si Fakultet i Shkencave Sociale në kuadër të Universitetit Femi Agani në Gjakovë kemi hapë dyert qysh herët për kategoritë ndryshme të studentëve në mesin e tyre, edhe studentëve që kanë problem me verbri, ku deri tash kemi bërë edhe disa libra në mënyrë që ata të kenë me lehtë dhe kemi kriju një infrastrukturë adekuate që ata të ndihen më komod dhe të jenë pjesë e shoqërisë tonë. E organizatorët të panairit thënë se ata përmes këtij aktiviteti synojnë fuqizimin e grave të verbra në shoqëni. Diçka pazakontë është gjetur në një objekt në Gjakovë.
Në dyqanin e një objekti banësor është gjetur një zoll me 5 predha. Gjetja mjetit shpërthyes është konfirmuar edhe nga policia, ndërkohë janë duke vazhduar hetimet për këtë rast. Ky është dyqani në rrugën Marin Barleti në Gjakov, ku është gjendur mjeti shpërthyes granat hedhës zoll e tipit Jugoslav. Një antitank e tipit zoll me 5 predha është gjetur në rrugën Marin Barleti këtu në Gjakov. Ne kemi pyetur policinë, e cila ka thënë se është gjetur një mjet shpërthyes e derisa të vjen FSK-ja për të konstatuar rastin, ata nuk mund të japin informacione më të hollësishme. E të vësyri mëson nga qytetari i cili nuk pranoi të flasë para kamerave për shkak të hetimeve se predhat 60 mm ishin në thos dhe granat hedhësi zoll është gjendur në vitrinin e dyqanit që ndodhen në rrugën Marin Barleti. Të shqetësuar ishin edhe banorët e ndërtesës që jetojnë në këtë objekt. Në lidhje me rastin, nga policia e Kosovës deklarojnë se janë duke u bërë hetime. Një hotel i ri ju ka shtuar listës së hoteleve në Gjakov. Hotel Kula e Sahatit hapi dyert këtë javë për të gjithë vizitorët, si një mundësi e mirë për të shijuar rehatin dhe komunitetin që ofron ky objekt hotelier. Jemi në vendin më të bukur të qarshis, aty ku historia ka lënë gjurmën, e tash po flasim për qarshin e vjetër, zemra qytetit me punë tradicionale të zejtarve dhe ku çdo gur ka një tregim. E tash këtij vendi plot shpirti tradit ju shtua edhe Hotel Sahat Kula. Për më shumë pamje të bukura të këtij vendi e ndjeki materialin në vazhdim. Brenda mureve të këtij objekti hotelier, secili klient mund të gjejë pastërti, rehati të plotë dhe një ambient të ngrohtë që kombinon stilin tradicional me komoditetin modern. Çdo dhomë është rregulluar me kujdes për t'i dhënë mysafirëve ndjesinë e pushimit të merituar, pikërisht në zemër të qytetit. Hotel Kula e Sahatit nga sot ka hapur zyrtarisht punën si një pikë e re referimi në qarshinë e vjetër, vendi ku mysafirët ndihen si në shtëpi, ndërsa shijojnë gjithçka të bukur e historike në kaldrëmët e kësaj zone. Hotel Kula e Sahatit synon të bëhet jo vetëm destinacion për vizitorët, por edhe për qëndrim të këndshëm. Këtu së shpejti do të jetë në dispozicion edhe mëngjesi për secili mysafir, me një staf profesional të përkushtuar dhe mikpretës. Mysafirët do të ndihen mirë në secilin hapësirë të hotelit. Shkodra e Gjakova u bën bashkë në një koncert festiv të mbajtur në Shkollën e Muzikës Prenk Jakova në Gjakov. Nxënësit e 2 qyteteve të Shkollës së Muzikës përformuan edhe shkëmbyen eksperiencë muzikore mes vetes si një mundësi e mirë të bashkëpunimit profesional, jo vetëm në ditët festive, por edhe në ngjarje të tjera. Për nder të 26 vjetorit të çlirimit të qytetit të Gjakovës, 2 shkolla të muzikës Prenk Jakova nga Shkodra dhe ajo me të njëjtin emër nga Gjakova bashkuan forcat në një koncert të përbashkët. Drejtori i Shkollës së Muzikës në Shkodër, Anton Kaftalli, tha se ideja nisi si një shkëmbim i thjesht mes 2 shkollave, por mori vlerë të dyfish në këtë ditë të rëndësishme për Gjakovën. Për ne e kishim menduar më thjesht, e kishim menduar një koncert ndërmjet 2 shkollave. Shkolla e Gjakovës ka kanë para një muaji të gjystena. Edhe me lume që të bimë dhe në të bëjmë një aktivitet, me që kena marrëdhënie të njëra, jena të rujt, ku më numër rujt një marrëdhënie shumë të njerë me të dy shkollë. Vlerë dyfish ka ftesa për në këtë moment që Gjakova përjeton në këtë ditë, që janë festa e çlirimit, për ne është vlerësim dyfish. Ndërkohë, Kastria Sada, drejtori i Shkollës së Muzikës në Gjakovë, theksoi se ky aktivitet lindi si një propozim për të forcuar bashkëpunimin dhe për ta shënuar me muzikë ditën e çlirimit. Ishte një propozim ide e imja, ku domethënë bisedua me drejtorinë e kulturës në Gjakovë, dhe thamë që pse jo një koncert të përbashkët ta mbajmë në vigjilje të 26 vjetorit të çlirimit të qytetit të Gjakovës, dhe ja ku jemi sot, domethënë ky koncert erdhi kthyes, sepse ne ishim aty, kaluam jashtëzakonisht mirë dhe besoj që edhe sot do të jetë një ditë jashtëzakonisht e bukur, ku orkestra e harçeve Shkodrës njihet, domethënë është një ndër orkestrat më të mira shqiptare dhe jo vetëm. Pjesëmarrëset Amina Hajdari nga Shkodra dhe Buna Morina nga Gjakova vlerësuan përvojën si shumë të veçantë dhe theksuan rëndësinë që kanë këto bashkëpunime për rritjen artistike të nxënësve.
Puna ka fillu që ma para, me ushtrimin e gjithë prej nesh, edhe ka një eksperiencë shumë e mirë. Ky bashkëpunim po ashtu është një bashkëpunim i rëndësishëm, si gjitha bashkëpunimet e tjera në shkollat e muzikës, edhe ndihemi shumë lumtur që kemi bashkëpunime. Ky koncert i përbashkët nuk ishte vetëm një aktivitet artistik, por edhe një dëshmi e miqësisë, bashkëpunimi dhe vlerësimi të ndërsjellë mes dy qyteteve që ndajnë histori, kulturë dhe dashuri për muzikën. Ndoqet përmbledhje me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëjtje.